Në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi po zhvillohet kampionati kombëtar i mundjes për moshat U15 dhe U17 në stilin e lirë dhe atë klasik. Aktiviteti që mbahet në kuadër të Shkodra Qyteti Evropian i Sportit 2025 ka sjellë në qytetin verior 10 sportistë të rinj nga gjithë Shqipëria, duke rikthyer atmosferën e garave rivalizuese. Sekretari i Federatës Shqiptare të Mundjes Isa Merkja vlerësoi interesin e shtuar të rinjve për këtë disiplinë, por theksoi edhe nevojën për përmirësimin e kushteve të stërvitjes në klubet sportive. Kjo është ideja që këtu të sillim frymën që ka qenë dikur dhe ta zhvillojmë dhe ta forcojmë mundjen në qytetin e Shkodrës, ta kthejmë siç ka qenë. Ne do donim edhe një suport nga bashkia që të ndihmonte klubin e shoqatën e Shkodrës për t'i dhënë një ambient ku ato të kenë mundësi të stërviten. Nga ana tjetër, trajneri i vllaznisë të Mundja Altin Anza u shpreh optimist për një paraqitje dinjitoze të sportistëve shkodran në këtë kampionat. Ne jena përgatitur pothuajse gjatë gjithë verës, pavarësisht se kam theksuar në për intervista të tjera, kena një ekip fillestarsh, por kena edhe elementet të cilët na mendojmë se të dalin kampiona. Në aktivitet ishte i pranishëm edhe një nga figurat më të njohura të historisë së mundjes shkodrane e shqiptare, Det Bregu, i cili vlerëson vazhdimsinë e traditës së këtij sporti në Shkodër. Shkodra ka pas traditë, ka pas mjeshtra të mëdhenj, ka pas mjeshtra sportit, ka pas kampiona kombëtar, edhe i ka dhënë tonin mundjes shqiptare. Ka pas mundësa si kanë edhe kampiona e Europës. Ky kampionat ka rëndësi të veçantë për moshat e reja, pasi shërben si një hap i parë drejt formimit të brezit të ri të mundesve shqiptar, si dhe nxit zhvillimin e këtij sporti në vend.